Një nga momentet më të tensionuara dhe më të diskutueshme të këtij edicioni të Big Brother Kosova ka shpërthyer mes Bias dhe Benitës, duke kaluar kufit e debatit verbal dhe duke u kthyer në një përplasje të ashpër që ka tronditur ambientin brenda shtëpisë. Debati nisi pas një episodi të ndjeshëm, ku Bia i drejtohet Benitës me fjalë tepër fyese dhe të ashpra. Për ty, rroft operacioni plastik, i ke bythet si të lopës, kur del me bikini, gjithçka celulit. Këto fjalë, të thëna me tone provokuese, shkaktuan menjëherë një reagim të fortë nga ana e Benitës, e cila ndjeu që po sulmohej jo vetëm fizikisht, por edhe personalisht dhe publikisht para syve të banorëve të tjerë dhe kamerave. Përplasja u thellua kur Bia e akuzoi Benitën për mungesë mirënjohjeje dhe për sjellje të papranueshme. Ti je mos mirënjohëse, ti më shan mua, por je me keq për vete, u shpreh Bia, duke i shtuar tension situatës dhe duke nxjerrë në pa ndjenjat e mbushura me inat dhe xhelozi. Ky moment tregoi qartë se konflikti mes tyre nuk ishte thjesht një përballje momentale, por rezultat i grumbullimit të emocioneve të pakontrolluara dhe tensioneve që kanë ndodhur në ditët e fundit brenda shtëpisë. Në këtë situatë të nxehtë, 3 djem të tjerë, të përfshirë indirekt në këtë debat, u distancuan dhe u larguan nga përplasja, duke u tërhequr në një cep të shtëpisë, në mënyrë që të mos përfshiheshin dhe për të shmangur tensionet e mëtejshme. Ky lëvizje u interpretuar si një taktizim për të mbrojtur paqen brenda ambientit dhe për të mos u përfshirë në konfliktet që shpesh kanë karakter emocional më shumë se sa lojë strategjike. Debati mes Bias dhe Benitës ka ndezur një valë reagimesh edhe jashtë shtëpisë. Publiku është ndarë mes atyre që e konsiderojnë fjalorin e Bias si tepër të rëndë dhe fyese, dhe atyre që e perceptojnë reagimin e Benitës si të drejtë dhe të mbrojtur. Shumë ndjekës po diskutojnë mbi kufit e pranueshëm të komunikimit brenda shtëpisë, veçanërisht kur fjalët përfshin sulme personale.